Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimet dhe lavdimet janë vetëm për Allahun, Zotin e gjithësisë, dhe salavatet e përzemërta mbi Muhammedin a.s. në ditën e Xuma të datës 9 janar 2026 apo 20 Rexheb 1447 Hijri. Shumica e njerëzve kur sprovohen me ndonjë smundje, bin në një farë depresioni dhe pashpresë. Mirë po, si besimtar, ne duhet të ngrihemi nga ajo shumicë. Si? Pa bukur. Hajde të gjithë së bashku të mendojmë mbi fjalët e sahabiut të madh Ebu Derdas radhiyallahu anhu, i cili ishte edhe hafiz i Kur'anit. Ai thotë: "I dua 3 gjëra të cilat zakonisht njerëzit i urrejnë. E dua skamjen, sëmundjen dhe vdekjen. Skamjen e dua nga modestia ime përballë krijuesit tim. Sëmundjen e dua për shkak se anulohen mëkatet e mia. Kurse vdekjen e dua për shkak të mallit që kam për Zotin tim." Kur është në pyetje pasuria, do ta pranojmë, të gjithë e duam atë. Por cili duhet të jetë dallimi mes konceptit të pasurisë tek besimtari dhe tek ai i cili nuk do me ja ditë fare për të? Besimtari duhet të jetë shumë i kujdesshëm se në çfarë mënyre vjen deri tek pasuria. Të përdorë vetëm mjetet dhe artikujt halal, i vetëdijshëm se do të pyetet në ditën e gjykimit se si e ka fituar pasurinë dhe ku e ka shpenzuar atë. Derisa ata tjerët nuk e kanë ngajle më dyrën se si do të vinë deri tek pasuria, qoftë ajo edhe në mënyrë ilegale apo siç themi ne me rrugën e haramit. Pra, besimtari i nderuar, kujdes rrugën deri tek pasuria. Kur është në pyetje sëmundja, gati të gjithë e kemi inat sëmundjen. Kjo sepse e kemi kuptuar dynjan si vendi i vetëm ku patjetër duhet të jemi të shëndosht dhe të argëtohemi. Mirë po, kemi harruar se sëmundja është pjesë përbërëse e dynjas dhe se ajo është zgjidhja më e mirë për lumturinë e ahiretit. Sepse me durim në sëmundje na fshihen mëkatet. Natyrisht, askush nuk do të jetë i smur. Por nëse ne nuk do të shfrytëzojmë shëndetin në mënyrën më të mirë të mundshme dhe nëse nuk i jemi falëndërues Allahut për këtë mirësi, atëherë ky shëndet do të na shkatërrojë ahengun e ahiretit, sepse do të na pyes Allahu xhaleshanuhu për shëndetin se për çfarë kemi përdorur atë. Dhe kur është në pyetje vdekja, këtu jemi gati të gjithë të barabartë. Askush nuk e do vdekjen. Po s'ka edhe si ta duam, vëllezër dhe motra, kur i kemi rregulluar shtëpiat e kësaj dynjaje, s'ka më mirë. E i kemi rrenuar shtëpiat e ahiretit, s'ka më keq. Por deshme s'deshme, s'kemi se ku t'i ikim vdekjes. Do të vijë ajo, do t'i vijë edhe besimtarit, por edhe atij tjetrit. Dhe nuk do t'na pyes fare. Megjithatë, le të jemi të vetëdijshëm për deklaratën që ka bërë shembulli jon më i mirë, Muhamedi a.s. duke thënë: "Kush e do takimin me Allahun, edhe Allahu e do takimin me te." Andaj, ai dhe ajo që e do këtë takim, vdekjen sa ta kaloj, mëshirës së tij do t'i afroj. I lutemi Allahut që edhe neve të na bëj të dashur atë që ja ka bërë të mëdhejve të këtij ummeti, të cilët më së miri e kanë kuptuar dhe në praktik e kanë realizuar këtë fe. Përmes veprave të mira dhe sprovave të cilat na i dërgon, Allahu na i falt të gjitha mëkatet tona dhe ta takojmë atë në ditën e gjykimit me faqe të bardhë. Deri në perlën e Xumas së radhës, ju përshëndes me përshëndetjen më të bukur. Esselamu alaikum rahmetullahi ve berekatuh.